Unë jam Teuta Arifi, kryetare e komunës së Tetovës, nën e 2 fëmijëve dhe e mbijetuar nga kanceri i gjirit. Vërejtja disa ndryshime tek gjillimat. Një rritje jo shumë e madhe, por që mund të prekej me dorë dhe mua nuk më duke zakonshme, nuk më duke natyrshme. Dhe normalisht kontaktova mjekët e mi dhe pas ekzaminimit me ultrazë, doktoresha ime vendosi që të bënte biopsi dhe nga biopsia rezultati doli që bëhej fjalë domethënë për kancer malign domethënë të gjirit. Në fakt ju duket sikur tërë bota mbi ju, sikur se ajo që keni jetu deri atëherë ka përfundu dhe nuk ka më vazhdim. Këto janë ndjenjat e para me cilat jam përballur. Mandej normalisht me një më ka kapur edhe një val besimi dhe optimizmi që për këtë smundje ka shëri. Po momenti i parë është momenti i cili ju rozon për tokë dhe çështja tjetër është që sa më shpejt prej atij momenti të ngriheni përsëri që ti shikoni opsionet. Opsionet që ju jep mundësia, mjekësia, vullneti, jeta. Dhe problemi ishte se eksperiencat mungonin shumë të trajtimit të kancerit në shtatzëni. Prandaj edhe vlerësimi profesional i konsiliumit mjekëve që si mendim që u dha ishte se në qoftë se vazhdohet shtatzënia, domethënë flasim për kancere të tipit hormonal, hormonet e shtuara në shtatzëni në fakt i japin një rritje më të shpejtë, domethënë kancerit, dhe vlerësimi ishte se shtatzënia duhet ndërprerë, që operimi duhet bërë dhe menjëherë për t'ju nështruar kimioterapia si shans për vazhdimin e jetës më të tjetër. Domethënë ishte mendim konziliar. Në kohën kur mu dha ky mendim, unë kisha ndjedhur lëvizjet e fëmijës tek unë dhe nuk isha e gatshme për të bërë asnjë lloj ndërprerje, domethënë të shtatzënisë. Edhe pas mendimit të dytë konsiliar, dhe atëherë u drejtova me rezultatet e mia, u drejtova me një email në 2 qendra europiane për të pyetur a kanë eksperjenca të natyrës së trajtimit në shtatzëni. Dhe mora mendime shumë shpresëdhënëse që ka shanse të bëhet operacioni dhe trajtimi me kimioterapia të vazhdoj pas lindjes së fëmijës, dhe unë u përcaktova për këtë opcion dhe mendoj që nuk kam gabuar. Në asnjë operacion nuk kam hyrë me frikën që nuk do t'ja dal. Në fakt është domethënë operacion që bëhet me anestezi të plotë. Domethënë unë kam pasur një operacion për tumoroktomin dhe pas rezultateve se është fjala për një tumor invaziv, atëherë u vendos për mastektomi si shans për të pritur 9 mujorin. Po ajo që unë e them gjithmonë është se kur dilja prej operacionit, gjëja e parë që derisa isha në sallën e mjekimit intenziv ishte më vendoi CTG-ja për të parë fëmia a është gjallë. Edhe në të 2 rastet e dëgjoja zemrën e tij si rrite. Domethënë ne kemi mbështet njëri tjetrin në këtë luftë. Unë kam luftuar për djalin tim, por ai ka luftuar për mua. Dhe në këtë mënyrë këtë rrugë kemi kaluar bashkë dhe prandaj jam shumë e kënaqur dhe e lumtur për vendimin që megjithatë të mos bëja zgjedhje tjetër përveç kësaj. Për arsye se në fakt meqense unë dihej se ishte një shtatzëni e një gruaje të moshës 39 të 40 vjeçare, dhe normal që jeni orientuar të jeni shpesh në spital dhe askush nuk mendon se jeni në spital për ndonjë arsye tjetër. Kjo është e para. E dyta, unë nuk kam ndetë në spital më shumë se 2 ditë pas secilit operacion. Domethënë si që dilja nga salla e mjekimit intenziv, thirrja një mike time e cila mi rregullonte flokës, edhe prej aty dilja domethënë vertikale të plotë. Shkoja në shtëpi, vajzën e kisha 5 vjeçare dhe asaj i thoja që kam qenë në ndonjë udhëtim zyrtar, mbaj mend t'i blija ndonjë kukull në veç shërbime dhe ja sjellja si dhuratë, domethënë që kam qenë diku. Nuk
nuk doja që të shkaktoj dhimbje të tjerat. Po doja që kësaj çështje t'i dalë në fund dhe mandej pas përfundimit, do me thënë pas lindjes së fëmijës, atëherë isha e gatshme që të bëhem pjesë e një fushate që mendoj se është e rëndësishme, se gratë kanë nevojë dhe bota ka nevojë për një motivim. Mirë po, realisht, derisa e kam kaluar, e kam luftuar vetë, nuk kam mungu nga puna, nuk kam marrë pushim mjekësor. Do me thënë, e kam ecur në këmbë në një mënyrë dhe e kam qëndruar në këmbë. Teuta ishte në muajin e 4 të shtatzanis. Unë kisha shkuar te ajo edhe më tha sa nëna diçka, sa një kokë e fortë aty në gjë. Tha, po shkova te mjekja ime, tha, jo, më tha se s'ka kur ja. Thash, kjo nuk më pëlqen fare, shko një herë te një mjek tjetër, do një onkolog. Edhe kur shkoj, ajo u diagnostifikua me kancerin në gjë. Ajo ishte shumë e vështirë që një nanë të përjetoj e diçka të tillë. Nuk doja të ndërhyj në vendimin e asaj, se ajo e dinte atë çfarë bënte. Mirë po, ishte vendim shumë i vështirë për ta pranuar. Mirë po, ashtu si e mendoi, ashtu edhe doli në fund me atë rezultat, me atë sukses që pati ajo me intervenimin që bëri. Kur duhet të shkoj herën e dytë në intervenim, unë isha pak kundër, isha e pastruan mirë, dhe unë s'jam e qetë, vetëm se tha nanti mos u mërzit, se unë dua të shkoj që të jetoj edhe për këtë fëmijë. Nuk ka asgjë më njerëzore se frika, s'ka asgjë më njerëzore se frika. Do me thënë, frika është sendi i parë me cilin përballeni që kur e merrni lajmin. Nuk ka asgjë më njerëzore se frika për përfundimit të jetës, për arsye se njeriu i mendon gjërat të cilat do i mbesin faktikisht në këtë botë, dhe kjo është shumë njerëzore. Po ashtu unë them gjithmonë, nuk ka asgjë më njerëzore se përballja me frikën. Se të gjithë ne kemi frikën, e mbajmë brenda vetes, po është në karakterin ton përballja me të. Edhe, do me thënë, po frikën e kam shumë të njohur, po e kam të njohur edhe përballjen me të. Unë besoj vlerave, besoj edhe në Zot, edhe besoj në gjërat të cilat nuk janë të gjitha në dorën tonë. Edhe unë kam thënë gjithmonë se ne nuk e posedojmë jetën, asnjë njeri nuk e posedon jetën, jeta është e paposedueshme. Po ne çka kemi në dorën tonë? Në dorën tonë kemi të vrapojmë për veten, në dorën tonë kemi që të kujdesemi për shëndetin tonë, në dorën tonë kemi që të luftojmë me smundjen tonë, dhe në dorën tonë kemi mundësinë që të jemi mirë me njerëz dhe të jemi dashamirë, ashtu që ajo dashamirësi të na kthehet përsëri atëherë kur na duhet ne. E këto i kemi në dorë dhe këto unë i kam mbajtur me shumë kujdes. Historia mund të zhvillohej me një fund të mirë dhe mund të zhvillohej me një fund jo edhe aq të mirë dhe me një fund gjysmë të mirë. Do me thënë, historia kishte 3 opcionet e mundshme. Ishte mundësia që edhe unë edhe djali mos të mbijetonim. Ishte mundësia të mos mbijetonte ai, të mbijetoja unë. Ishte mundësia ajo që doli në fund. Po të gjitha opcionet, do me thënë, janë pjesë e një mundësie. Dhe të ju them të drejtën, kam folur dhe dua të flas për këtë temë, pa marrë parasysh që ju kthen në kohën kur keni pas shumë dhimbje. Po në këtë temë, në fakt, nuk kam shkruar ndonjëherë, unë e dua shkrimin shumë, po që prej angazhimit tim politik normal nuk shkruaj poezi dhe tregime, për arsye se mendoj që duhet njeriu të ketë gjendjen e vet poetike për të qenë poet. Nuk mund të merreni me hallet e njerëzve dhe në njëjtën kohë të keni atë nivelin e duhur të ndjenjes edhe të përshkrimit të asaj që ndjeni.
Po në qoftë se historia ime, apo ajo për cilën duke ju falenderuar ju si përfaqësuesve të mediave dhe gatishmërisë tuaj për të bërë intervista të kësaj natyre dhe unë të jem okay me ato intervista, nëse kjo ka ndihmuar qoftë edhe një grua që më lehtë përballoj një ditë të vështirë të jetës së saj, unë ndihem okay. Unë jam përpjekur që fëmijët e mi mos t'i bëj pjesë të vuajtjes sime. Edhe pse unë kam kaluar këtë, kam pas një gjysmë viti pa asnjë fije floku në kokë, vajza ime 15 vjeçare s'ka mund ta shoh asnjëherë, kam mbajtur domethënë perikat në shtëpi, edhe në asnjë moment nuk ka arritur që ta kuptoj deri vitin e kaluar që në çka kaloj, për arsye se nuk kam dashur që të krijohen trauma të cilat çka mund një fëmijë 5 vjeçar t'ju ndihmojnë në atë drejtim. Po t'ishte në moshën që është tani, po në atë kohë jo. Të jesh prind, jeta ka një kuptim tjetër, po vetëm se njeriu atëherë kupton ka se mbi veten e vet më tepër dëshiroj ka të fëmijët e vet. E lajmi i Teutës na pikëlloi shumë keq, që ndoshta e harruam krejtësisht veten tonë, por vetëm se kur shikoshim fytyrën e saj, shifshim një papërkushmëri edhe një optimizëm të çuditshëm, që e cila asnjëherë nuk na vun neve në një gjendje që neve të ndimë dhimbje për te, po përkundazi ajo na jepte kuraj, edhe gjithmonë biseda e saj ka qenë për jetën. E kështu që edhe e përballoj si e tillë, si nanë e çuditshme që edhe neve na la të mendojmë se a ishim prind si ajo edhe ne. Ajo e sakrifikoi veten për të pas gjallë zavendës një fëmijë, edhe thoshte me fjalë se unë jetova kaq vjet, ai të jetoje më tepër se unë, kjo do t'ishte kënaqësia dhe lumturia ime. Neve si familje në përgjithësi s'kemi pas gjë tjetër përveç se arsimimit. Edhe arsimimin e kemi pa jo vetëm për vetveten tonë, por edhe të vetmin shpëtim për popullin tonë. Edhe prej robrisë përpambeturisë, edhe prej rrethanave të tjera të cilat e rrethojshin si rreziqe të përhershme. Kështu që ajo rrugën e vetë zgjedhi në atë pikpamje dhe besoj se do të krijoje edhe lumturina të tjera, të cilat domethënë jo t'i gëzoje vetëm ajo, po të gjithë neve si familje, bashkë me fëmijët e saj, edhe populli jonë. Domethënë, profesori është një njeri me një forcë të jashtëzakonshme, mendore dhe intelektuale. Ai na ka edukuar që t'jemi të fortë. Ne jemi 3 vajza në një atmosferë ku zakonisht familjet tona nuk janë pa një djalë. Dhe ai na ka edukuar në kuptimin e asaj që të jemi të fuqishëm, të jemi të fortë, të përballemi me vështirësitë e jetës, të lexojmë dhe të gjykojmë me mendjen tonë, jo si thonë të tjerët. Kjo ka qenë, si thonë, ajo struktura e mendimit. Edhe jemi jashtëzakonisht mirënjohëse të gjitha, kurse të qenit racional sigurisht e kemi nga nëna, për arsye se ajo gjithmonë ka arritur që ashtu si çdo nënë, ashtu si më ra hise edhe mua vetë, që sa më shumë të na kursej ne nga vështirësitë që çdo grua domethënë i ka në jetën e vet. Edhe ma merr mendje kombinimi i të dyre ka dhënë një rezultat tek ne. Teuta për ne është një shembull i gruas së fortë që çdo grua që ballafaqohet me këtë sëmundje duhet që të ketë një forcë të posaçme për t'i tejkaluar. Edhe secilës grua unë kisha për t'i thënë se
le t'i kontrollojnë, që të mund të kontrollohen, të shkojnë t'i bëjnë ato analizat, që të munden sëmundjen të kapin që në fillim. Se gjetja e hershme e kancerit është shpëtim për jetën e çdo kujt. Te ufta forcën e ka marrë, do shta nga pak prej nesh, do shta nga pak nga jeta studentore kur ka qenë, se ajo gjithmonë ka qenë e fort, se ka studiuar në atë kohë, kur në Prishtinë ishte një gjendje jashtëzakonshme, kur serbët ishin para konvikteve të tyre, kur ata banin grevurie në stadionin e madh të Prishtinës, kur kishin vështirësi të shumta, atje, do shta edhe ajo e ka bërë që të jetë pak ma e fort. Do shta e ka bërë edhe ajo që kur u kthye prej Prishtine, ajo këtu ballafaqua me atë që nuk e pranonin në punë, që duhet që të bëje luftë të posaçme, që të tregoje atë aftësinë që e ka edhe atë forcën që e ka si grua. Ajo forca e asaj më jepte edhe mua forcë si nën, se ta përjetosh diçka të tillë si nën është diçka shumë e vështirë. Nuk jam njeriu që ike nga fusha e luftës. Me thënë, mendoj se në fakt e di e njoh vështërsinë e luftës, po zakonisht kam dëshirë që ta luftoj dhe kam dëshirë që ta fitoj. Kështu që asnjëherë nuk e kam mendu, për arsye se në qoftë se shkoni me logjikën se keni një smundje dhe duhet të gjitha t'i lini që të shëroni, e humni mundësinë që ajo forcë me cilën i luftoni tjera gjëra në fakt ta humbisni pikërisht në atë proces. Prandaj përkundrazi nuk kam dalur punën në atë kohë kur jam përballur me smundjen, kam qenë kolumnist, do me thënë shkrues javor në gjuhën maqedonase i gazetës më me tirazh dnevnik, kam qenë kritikuese intenzive e politikave, do me thënë të asaj kohe të ideve të ish-kryeministit Gruevski, që unë i kam trajtuar si tepër populiste, dhe t'ju them të drejtën, në një mënyrë ajo vetëm më ka dhënë një inspirim plus për të vazhduar, do me thënë, luftën ndaj të gjitha gjërave të cilat unë mendoja se i kisha përpara dhe duhet i luftoja. Në fakt, kur e kuptoni dhe përballeni me vdekjen, që është realiteti, si do të thoshte Steve Jobsi, më i jashtëzakonshëm në jetën e një njeriu, në fakt atëherë i riprogramoni edhe i ristartoni gjërat e juaja. Çka do thotë kjo? Do me thënë, nuk lejoni që kohën që duhet ta kaloni me ata që ju duan dhe i doni, ta sakrifikoni me diçka tjetër. Atë kohë e ndani për vete dhe për ata. Për mua, kënaqësia më e madhe, gjëja që nuk i e humbas, është borja e detyrave dhe angazhimeve shkollore me fëmijët e mi, dhe atë bëj me kënaqësi të jashtëzakonshme. Dhe përveç asaj, politikën, pozicionin politik, nuk e trajtoni si çështje të jetës apo vdekjes. Se jeta apo vdekja është diçka tjetër. Nuk është të jesh në një pozitë politike, apo të mos jesh. Prandaj edhe këtu faktikisht vendosni një relativitet që mendoj se është i nevojshëm dhe që ndoshta për këtë arsye më ka dhënë një qasje shumë më reale ndaj punëve, ndaj proceseve që mendoj se kanë dhënë rezultate më të mira. Mu më kanë ndjekur ajo ideja e të qenurit e para dhe jo rastësisht në fakt jam angazhuar në atë drejtim. Kur kam mbrojtur temën e disertacionit në Universitetin e Shkupit, kam qenë shqiptarja e parë që ka arritur të mbronte një doktorat në Universitetin e Shkupit.
Kur jam zgjedh deputete në vitin 2002, kam qenë shqiptarja e parë që ka hyrë në parlamentin e sot Republikës Maqedonisë Veriore. Kur jam zgjedhur zë vendës kryeministre, po ashtu kam qenë e para në atë detyrë. Dhe normalisht për mua është respekti më i madh që ma kanë bërë bashkëqytetarët e mi pikërisht të Tetovës, duke më përkrahur jo një herë, po 2 herë, dhe duke më dhënë obligim kaq të madh për të drejtuar këtë qytet, po duke e bërë edhe këtë qytet si që është një prej qendrave politike kryesore të shqiptarëve të Maqedonisë, një qytet i cili dallohet prej tjerëve, mes tjetrash me faktin që udhëhiqet nga një grua. Njeriu me eksperiencën time jetësore nuk bën plane shumë të gjata, po normalisht se do t'jem gjithmonë e interesuar për të bërë ndryshimin edhe për të qenë pjesë e ndryshimeve pozitive, të cilat në fakt do të ndikojnë në jetën e grave dhe burrave të këtij vendi, po edhe në ardhmërinë normalisht të vendit tim edhe Ballkanit, gjithsesi për kufi të tillë nëse do Zoti sigurisht që po. Dhe në fund u ndala edhe mendova, thash në qoftë se flas për këtë temë, ndoshta nuk do ta ndryshoj shumë gjendjen time, po në fakt sigurisht do të jap më shumë kuraj çdo gruaje tjetër që gjendet në këtë situatë. Për mua, muaji tetor, meqense puna ime është e natyrës publike, është muaji i ndërgjegjësimit, është kohë e ndërgjegjësimit, për arsye se e një shikim prej 10 minutash shpëton jetën jo vetëm të një gruaje, po të një familjeje dhe të një rrethi. Prandaj edhe jo vetëm që jam e angazhuar në këtë drejtim, po edhe shfrytëzoj këtë mundësi për të bërë thirrje gjitha grave. Meqense sot mundësitë janë, klinikat tona janë shtetërore dhe e ofrojnë domethënë atë shikim dhe atë screening jo të pagueshëm, që të ndajnë 10 minuta për veten e tyre, që janë 10 minuta jo vetëm për jetën e tyre, po 10 minuta në fakt për tërë botën, sepse një grua faktikisht e ndryshon një botë të tërë.